Moderatori Arbana Osmani ka folur si rrallëherë për momentin kur mësoi se ishte në pritje të një fëmije të tre dhe se do të bëhej nënë një vajze, pas dy djemve, Jonit dhe Diellit. Gjatë një bisede, ajo tregoi se shtatzënia e tretë erdhi pas rreth një viti nga lindja e Diellit dhe se nuk ishte diçka e planifikuar. Arbana u shpreh se atë kohë ishte në kulmin e punës, kishte planifikuar udhëtimin me bashkëshortin e saj, Eduard Griçan, por u shokua kur mësoi se ishte shtatzën. Mua më ka ardhur në jetën time. Vajza, kur kam qenë në kulmin e punës dhe në kulmin e shumë ngjarjeve që më kishin lodhur emocionalisht. Kisha shumë nevojë që më në fund të hiqja gjirin Diellit pas një viti dhe kisha programuar një udhëtim në Amerikë, do rija me jetin disa ditë për qejf dhe më në fund do qetësohesha nga puna. Dhe pastaj zbuloj që isha shtatzën dhe nuk dua ta them këtë se ajo do rritet dhe do e shohë programin dhe nuk dua të mërzitet, por në atë kohë ishte një shok, tha ajo. Arbana ndër të tjera theksoi se ka dënuar veten për mërzinë dhe idenë që nuk ishte gati për një fëmijë tjetër aq shpejt. E kam dënuar veten sepse u mërzita, po më erdhi shumë natyrshëm kjo mërzje që nuk isha gati. Nuk isha gati për një fëmijë tjetër aq shpejt. Dhe nga pikpyetjet që kisha ishte si doja bëj me punën dhe me pasionet e mia, dhe me dy fëmijët e tjerë dhe me gjithë këto sipërmarrje që unë kisha marrë ndërkohë. Pastaj për çudi bën të gjitha punët pastaj, u shpreh Arbana Osmani.